flasim tani për S&P 500. Flasim për mendimin tim, flasim për VIX-in, me që e përmenda VIX-in që i duhesh një rritje VIX-it me ato nivele që ishe shumë i ulët, edhe mos kishte ndodhur ngjarja do dilte ndonjë arsye tjetër ose një katalist tjetër që do ta shfrytëzoshin investitorët për të bërë shitje ose për të friksuar. E ku kemi këtu, ta bëjmë këtë shpejt një analizën. VIX-i, arsye pse unë prisja këtë rritje është sepse historikisht te kjo zona të RSI-ja, VIX-i ka bërë rritje. Kemi dhe një bullish divergence, tu po unë paraprita këtë bullish divergence, edhe pastaj shikoj rritje. Unë kam disa javë që e përmend këtë pjesë që mund të shkojmë për një rritje, kam përmendur dhe zonë tjetër që mund të shkojmë deri këtu, në situatë që mund të bësh dhe me ulët VIX-i. Kjo do na çonte në S&P 500 dhe 6300, 6200. Ne arritëm diku te 6000. Sa kalon pak 6000 dhe pastaj tani jemi në rritje. Për anën e normalizimit të VIX-it, ndoshta vinë te kjo zona ku jemi tani dhe pak më lart. Shikon te 56. Kemi gjithmonë një zonë te 55-56 që normalizohet VIX-i, po që nuk ka ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme si ngjarja e prillit dhe ngjarja e gushtit, që patëm atë Black Swan event atje me atë Japanese Carry Trade që quhet ajo, që ndodhi në gusht të vitit kaluar. Kjo është gjendja e VIX-it, unë mendoj që do të normalizohet. Kemi edhe javën që do vi tani ndonjë shitje, ndoshta nga ndonjë ngjarje tjetër lufte me Iranin, ose të bashkat, mund të jetë të dy ngjarjet bashkume dhe normat e interesit, ndonjë lajm ose ndonjë gjë që mund të ndodhë me normat e interesit. Nga ana e S&P 500, tani do flasim për S&P 500, Nasdaq, Russell, dhe pastaj do i marrim me radhë ca tjera. Atë që përmendi Kleo është normale. Shikoj këtu grafikin që unë kam vizatuar dhe kam darë të Telegrami. 25% rritje për një muaj e ca, te S&P 500 është një rritje e jashtëzakonshme. Një ulje 2% deri te 20 EMA ose edhe një ulje deri këtu për 5% nuk është anormale. Sepse ka dhënë 25%, ulet 5%, prap tregu është pozitiv për këtë periudhë, një muaj, 2 muaj, dhe ringjallet tregu në këto zona. Bëhet më i pëlqyeshëm dhe interesant për investitorët dhe tregtarët, dhe për mua dhe për Kleon dhe për gjithë që jemi këtu, ishte mirë kjo lëvizje, thjesht se si manovron ti të këto ulje. A jele temi në një zonë të rrezikshme se ke investuar shumë, apo jele temi cash? Po që je cash, je okay. Që ne mundohemi që të jemi cash në këto situatë. Por 20 tema dhe ishe normale dhe 20 tema të bënde një bounce dhe pasaj të na çonte pak më lart, të thynte këtë all time high. Dhe ishte më mirë, po shikojmë situatën si do na hapet javën që do vi. Unë mendoj ndoshta ndonjë ulje pak më thellë ishte. Okay. Dhe këtu kemi, shikoje, Nasdaqun që po bën këtë, unë prisja ndoshta një rritje deri këtu dhe pastaj një shitje më thellë. Dhe ajo mund të ndodhi, sepse mund të kapi 21.400, vazhdoj dhe herë për lart, një falcë finale, të bëjë le temi një bearish divergence të RSI-ja dhe pastaj një ulje më thellë që të normalizoj çmimin për verën dhe të filloj cikli në tetor. Kjo do ishte le temi çfarë do doja unë si një investitor që jam me pushime në verë. Russell 2000 filloi që të thynte këtë strukturën, vazhdoi për lart, unë prisja një rritje deri këtu dhe pastaj një ulje. Nuk ka ndodhur kjo rritje. Mund të ritestoj këtë vizën e trendit dhe këtu do ishte një zonë interesante te 2000 fix, 2020, diçka tillë ishte zonë interesante, po e mbajti këtë zonë.
për të filluar që të investosh te small caps kompaninë të vogla, të janë si altcoins të tregu i aksioneve. Shikojmë tani. Kaq ishte për tregun e aksioneve.